të rinjët pak i kanë dhënë një liri të tepruar vetes. Si më thënë, si që janë duke e bërë maksimumin. Të gjithë trajnohen rregullisht. Edhe mundohen me izbatu këto teknikat e reja të punës. Pastaj bashkë bisedimi me nxënës, me prindër është çdo herë në nivel. Por sikur të rinjët pak i kanë dhënë një liri të tepruar vetes. Apo ndoshta kjo demokracia jone brisht ka bërë këtë situatë që jemi në sot. Se demokracinë duhet me e kuptu me përgjithësi. Jo të thuash çka të duash dhe të bësh çka të duash. E përmendet edhe rëndësinë e figurës së mësuesit, që padyshim çdo herë ka pas rëndësinë dhe peshën e vet. Po tregua që ndër vite vetë se ka fillu me uzbe kjo pjesë, me ndryshime të shumta të përditshme. Çka duhet të ndërmarrim në këtë pjesë? Unë mendoj se sistemi duhet t'i bëjë disa ndryshime. Jo të zhveshet mësimdhënësi nga çdo vendim, nga çdo e drejtë, por duhet të ndryshoj pak. Dhe duhet t'i përshtatemi ne pak moshës së fëmijëve dhe vendit. Kurrikulat nuk duhet të merren ashtu copy-paste, por duhet të përshtaten. Por ndryshe, në qoftë se nuk reflektojmë tani, është pak problem.